Përshëndetje, mi rikthehemi tek intervista në CNA TV. Unë sot kam zgjedhur që të kem përballë një mik të vjetër, një djalë qytetar korçar, një djalë i persekutuar që njihet në fakt si një konspiracionist, shumë e besoj, shumë jo. Ka disa teza të tij që në shumicën e kohës ka ndalë. Një njeri që është marrë aktivisht në politikë, ka qenë dhe deputet, përfaqësues i ballit, nën kryetari i Komisionit të Sigurisë. Një njeri që u studiua në moshën 27 vjeçare pasi punoi në minjer. Unë e njoh si korçar, e kam mik prej vitesh, e njoh si njeri që ka debatuar dhe në kohët kur ka qenë deputet, i djathtë, flet me forcë për nacionalizmin. Është nga njerëzit që sot e dëgjon të flas edhe pro protestës, por dhe kundër individëve që duan ta menaxhojnë. Është njeri që flet jo vetëm për Shqipërinë. Ai njeh politikën në prapasken, ai që daljet të tij publike ka folur shpesh për Ramën, për Berishën. Flet për Sorosin, për Trumpin. Ai flet për paran kesh, për shpopullimin, për ndryshimet e kufive në Ballkan. Ai flet për të ardhmen, jo vetëm të shkuarën, të cilës i zbardh, të panjohur. Unë kam në studio Alfred Shakon, njeriu i cili është kontrabedal të tezat e tij. Shpesh më flet për tokën e sheshtë, për Epsteinin. Por sot Fred Shako do të flas me mua për disa gjëra, të cilave do t'ju bëjmë dhe një fact check. Ky djalë korçar që sot vjen për ata që nuk e njohin, unë i thash do të prezantoj si student të dhjetorit me një brez tjetër korçarësh dhe po e filloj me këtë foto, ju lutem regjia, të më jap foton në një plan më të gjerë. Kam zgjedhur Fredi një foto tënde me një gotë verë, megjithse ti je djali i tavolinave, je qytetar, je i miqësisë si gjerë, por kur nuk të kam parë ndonjëherë edhe ta tepërosh me këtë të alkoolit. Pse ke zgjedhur të mbash të foton si gëzuar, tu pak si edhe pa korçarçe kështu, edhe aristokrate kjo me verë. Të falenderoj njërë për ftesën, edhe pranova pozitim, bashkë nuk kemi bërë ndonjë intervistë. Është kënaqësi se rasti parë mbahet mend gjithmonë. Këtë foton e kam dhe foton e profilit, nuk e di këta të regjizë dhe kanë marrë nga foto e profilit, nga rrjetet sociale. Këtu jam në një që quajnë këto këngët që bëjnë këta këngëtarët që edhin në YouTube. Në spot? Jo spot, është këngë plot. Videoklip? Videoklip. Matolale, i cili është miku im dhe i djalit tim, këngëtari simpatik i rinis Tiranës, më ftovi dhe tha kam qef tha që të kem në tekstin e këngës si imazhin tim, domethënë për një njeri që ka një karrierë të gjatë drejt suksesit dhe unë jam tha në moment tha dhe ju them të tjerëve që unë do përfundoj prapë me sukses. Më zgjodhi mua si model suksesi. Edhe në një anë të tavolinës së madhe ku ishin gostit e jetës ose ngjarjet e mëdha që ai kalonte me tekstin e vet, edhe do më që fillova thot me si një djalë thot me biçikletë thot tash shëtis me 2 tanke për ato makinat që i tregon atje që kanë ato botën e tyre, atë llojin e tyre të komunikimit, kanë ato diset e veta me grup që bëjnë. Unë nuk përfshihem në ato, por ai më mori si model dhe ai skenaristi që kishte bërë atë videoklipin më tha mua që duhet bësh një urim sikur ky që kishte ardhur drejt suksesit deri në fund të jetës së tij, në fund ju bën përsëri një përshëndetje brezave më të rinj. Edhe kjo foto e kam marrë unë dhe e kam vënë në profil. Por siç e the ti, unë jam hedonist, siç është çdo korçar, pëlqejm ushqimin e mirë, pëlqejm dukesh shumë aristokrate ti. Ti vjen nga një familje me origjinë, pavarësisht se në Shqipëri historia është pak e ndotur, kjo pjesa jo ballit, ti ke qenë deputet i ballit kombëtar, një mandat në parlamentin shqiptar. Parasit e mi kanë qenë domethënë me frontin e ballit kombëtar, se balli nuk ka qenë parti në kohën e luftës së dytë botërore, ka qenë një front me shumë parti. Ashtu siç ishte Fronti Nacional Shqiptar, që e quanin me terma tuaja këta latin, Fronti Nacional, këta i theshin balli kombëtar. Pra Front Nacional është një lloj ball kombëtar, po këta i theshin si internacionalist, këta i theshin si nacionalist shpreh. Tani të kthehemi në aktualitet. Pa bërë çfarë po ndodh sot në Shqipëri që shumica prej nesh nuk po e kupton në këtë moment. Në këtë moment zhvillimi politik të vendit me protestën. Shiko,
Shqipëria dhe gjithë bota janë përpara asaj që quhet jo rendiri botëror, më fal, rivendosja e madhe, që është më tepër se sa rendiri botëror. Në rivendosjet në rendiri botëror, sa herë që fuqitë e mëdha zhbalancohen nga ato tagrat e fuqisë që kanë pasur në raport me botën, ata e vendosin ekuilibrin duke u përplasur dhe duke vendosur një rend të ri mbas luftës mbi bazën e fitoreve në teren. Kjo është akoma dhe më madhe. Pra një rivendosje e madhe përfshin rendin e ri botëror, po edhe te kalon. Çfarë është rivendosja e madhe? Një pyetje kam këtu. Cila është ajo që media po na i tregon gabim apo po na i fsheh? Pikërisht në lidhje me rivendosjen që ti koncepton. Media nuk i kupton këto që po them unë fare, ase kanë iden shumica. Nuk, absolutisht. Nuk e zaurojnë media. Merren me mikro, ndodhi kjo, por nuk janë në gjendje të bëjnë një analizë të madhe në makro. Unë po e flas në makro. Këto teza janë edhur së pari nga Klaus Schwab, një nga zëdhënësit kryesor të elitës botërore. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një zhvillim i madh teknologjik, dhe sa herë ka një zhvillim të madh teknologjik, zhvillohet një luftë botërore. Luftrat botërore janë të lidhura me revolucionet teknologjike. Bëhet një op cilësor në teknologji, nuk ka nevojë më për fuqi punëtore. Dhe fuqia punëtore është nga të rinjtë, dhe të rinjtë janë ata që shkojnë në luftë dhe i vrasin me qëllim që të mos kenë, pasi të futet teknologjia e re nga papunësia, mos kenë probleme në vendosjen e rendit qeverit. Dhe tash jemi përballë proceseve të mëdha të teknologjisë, ku zhvilluar shumë shkenca e robotikës, inteligjenca artificiale dhe teknologjia e lidhur me këto. Me zhvillimin e softwareve, hardwareve të fuqishëm. Artificial intelligence. Inteligjenca artificiale. Dhe nuk kam më nevojë për kaq shumë njerëz. Shumica e madhe e popullsisë janë ata që bëjnë punëra për fabrika, në bujqësi, dhe ata nuk do duhen më, se këto punë do t'i bëjnë robotët. Dhe nuk kanë çfarë ju duan. Dhe që të ketë një qetësi bota, këta duhen eliminuar. Dhe për këtë janë zgjedhur mënyra ndryshme, pandemit, luftrat. Tezat që kemë. Tani, përpara se të hyjmë se nuk e synimi i rivendosjes së madhe janë dy pika. Janë shpopullimi i botës, që kishte lidhje me këtë që thash, dhe e dyta kontrolli nëpërmjet teknologjisë. Pra të ketë një polici mendimi dhe të krijohet një shtet orwellian, ku elita e vogël botërore, e cila do jetë pa mikročipuar, të kontrollojë gjithë pjesën tjetër të botës, e cila do jetë do më lesh ta sqarojmë më vonë këtë. Tani do t'i kthehemi publikut me, unë kam përgatitur një sër pyetjesh. Gjithashtu mund ta ritheksoj se Fredi nuk më kërkoi pyetjet, nuk pranoi ja dhash përpara, më tha çfarë të duash, si të duash. Kishte besim të plot. Tani në Shqipërinë e vitit 2026, kë sheh më të fortë dhe real në pushtet? Edi Ramën, Spakun, Sorosin, Shëbanët dhe ambasadorët, apo biznesin, apo këta që ti quan globalist? Shiko, ti marri me radhë. Në dorë në Shqipëri. Shqipëria me rilindasit u kthye në një fermë kafshësh e Sorosit. Çfarë do llogje që ai kërkon, e realizon pa problem fare në Shqipëri nëpërmjet Edi Ramës. Tash çfarë është Sorosi? Sorosi është globalist, por vepron me soft power, pra me fuqi të butë nëpërmjet ideologjisë. Duhet të ndërper, është ky apo është i biri më në lojë? Tash është i biri, domethënë Sorosi nuk është individ më. Sorosi është institucion, janë mekanizma të mëdha gjigande që veprojnë. Pra për te emri të këtij individi që ngriti perandorinë tashmë Soros prej këtij, siç mund të quajmë për shembull bolshevikët marksist, kupton? Nuk kanë lidhje me Karl Marxin direkt, por me idetë e tij. Dhe ky, domethënë Sorosianët bashkohen me globalistët e tjerë që janë sionistët, bashkohen kjo që quhet Kongresi Botëror i Çifutëve, që ka akronimin në shqip AIPAC. Dhe këta e kanë qendrën e Shtetet e Bashkuara. Dhe këta i ndajnë sektorët. Sionistët veprojnë me para, me shërbime sekrete dhe me forcë. Kurse Sorosianët veprojnë me ideologji dhe me këtë që thash me forcën e butë. Këta marrin fëmijët e këtyre. Këto do t'i trajtojmë më vonë, se jemi te pjesa e teorive. Rama, Spaku, biznesi, ambasadori. Ti marrim me radhë. Apo globalistët, cili më thuaj vetëm një emër. Kush e ka pushtetin sot këtu? Sot një emër, ose dy. Miksoj po të duhet. Sot ka kaos në fushën e politikës. Në Shqipëri. Po.
Pse? Sepse Rama që u vendos nga Sorosi në pushtet, rilindasit pra, janë në konflikt me mjaftistët, që ishin grupi 2, skalioni 2 i Sorosianëve në Shqipëri, në Partinë Socialiste. Në PD, Sorosi ra dakord që Berisha të largoheshe nga pushteti dhe të mos ngacmoheshe, në qoftë se do t'ja linte partinë një Sorosianit të tyre në PD dhe u zgjot Lul Basha, Lul Hollandezi. Dhe Berisha e ndihmoi përballë Sokol Oldashit, duke e sponsorizuar, por për të treguar Gjoja si luajal me bisedën, me ato që kishin marrë, por nga ana tjetër Berisha qëndroi aty mbrapa dhe kontrollonte Lulin në çdo moment dhe nuk u largua nga parlamenti. Fredi, të zgjedhim njërin. Rama, Spaku, biznesi Shëbaja, ambasadori. Berisha një këmbë e ka të lidhur. Rama ka hyrë në konflikt me Sorosin për vdekje, dhe Sorosi i ka nxjerrë skalionin e mjaftit në bulevard, duke shfrytzuar. Këto ta trajtojmë pak më tej. Tani, apo shkon Edi Rama drejt fundit të pushtetit, apo do ta kemi edhe për shumë vite në pushtet? Edi Rama ka 2 kundërshtar tash. Dhe është në rrezik të madh që të bjerë dhe ne mendojmë që do bjerë. Ti mendon që do bjerë shpejt? Po. Kur mendon se do bjerë? Sepse ti je njëri që jep shpesh afat. Unë them deri më 20 tetor do të ketë një marrëveshje të madhe ku do të jenë 4 palë në bisedime. Do të jenë PS-ja e cila do të bëjë një kongres të menjëhershëm për shkarkimin e Ramës pasi ai t'i jap dorëheqje dhe mund të vendoset një mjaftiste që janë akoma më tegër në agjendat e Sorosit. Kush mund të jetë? Spiro Pali, mendoj unë që do të jetë, që është një mjaftiste. Pra Partia Socialiste e merr Spiro Palin nëse i kështu e mendoj, po. Dhe e keni parë ju ato statuset e përsosura që edhe kjo? Ato nuk janë mendja e Spiro Palit, ato janë mendja e Sorosianëve. Po ti shikosh, ato janë të përsosura postimet e kësaj. Nuk ka mend Spiro Palit të edhe ato lloj statuse. Pra ti thua që Spiro Pali dhe pikërisht sepse është zgjedhura, është pikërisht kjo, po pse kjo, sepse është zgjedhura e mjaftit dhe Sorosit. E mjaftit, e Sorosit dhe sionistëve. Dhe gjermanëve. Po e marrë vesh. Të cilët janë në tundrën e sionistëve, qeveria gjermane, e sopmja, mazhoranca. Dhe kjo plotson shumë kritere. Nga ana tjetër, duke parë që ke Spaku kanë influencë dhe sionistët të cilët duan Sazanin dhe Zvërnecin dhe të sjellin këtu 100.000 veta nga Izraeli, ku Rama ju ka premtuar t'ja pasaporta. Kjo është në dijenin time, nuk e di Nëse kjo do ta i kam pyetje më poshtë. Dhe Rama tash është mbështetur ke sionistët, ke grupin tjetër i globalistëve, dhe Sorosi pasi nxori skalionet e veta në bulevard, i erdhi dhe i tha, do paqe, i tha, edha plotso këto 2 gjëra, nxirr Veliajn dhe prish marrëveshjen me Kushnerin, me sionistët. Rama të dyja refuzoi sepse nuk e ka besën, se di që po doli Veliaj nuk do ketë më paqe, por lufta do vazhdoj dhe do jetë me egër. Dhe nuk e ndron dot më Karigën. Dhe i tha jo. Atëherë i tha skalionet e mia që janë në bulevard do të vazhdojnë. Tashi çfarë kanë në bulevard? Një sekondë t'i kthehemi më vonë. Vazhdojmë të rimë se përmendë një fjalë në Spak. A ka një përplasje midis tyre që ti quan Sorosian, sionist apo departamenti i shtetit brenda Spakut, sepse këto rrymë po kalojnë edhe nga institucion, se nuk mund ta përjashtojnë. Sepse Erion Veliaj e ka burgosur Spakun, është me akuza të rënda penale. Po, shiko tash, në kohën që u godit Erion Veliaj, Rama u ofrua me trumpistët dhe ambasada amerikane nuk ka qenë në kundërshtim me veprimet të tilla të Spakut. Dhe Rama kishte shumë influencë atëre mbi atë Domanin. Dhe ai ja plotsoi në këtë betejë, ai ekzekutoi dhe asgjësoi mjaftin ose kreun e mjaftit Erion Veliaj. Po pse sulmohet vetëm Olzdato, nuk sulmohet Altin Domani? Si? Pse mediat e Erion Veliajt sulmojnë vetëm prokurorin Olzdato dhe jo Altin Domanin? Sepse Altin Domani nuk sulmohet po të shikohet, kurse Olzdato masakrohet mediatikisht. Ka merë bazë nga Carlo Bolino nga mediat. Olzdato është direkt i përfshirë në hetimin e Veliajt dhe këta merren me këtë që është direkt që ta nxjerrin. Sulmojnë. Tashi Domani nuk është me aty, ka ikur. Po ti ishte të vazhdonte akoma dhe Domani do ta godisnin. Po Domani s'ka rol me tash në dënimin e Veliajt dhe këta merren me Olzdaton. Tashi Spaku është një institucion që ndikohet shumë nga ndërkombëtarët. Ambasadori që do të vi është një ambasador që ka deklaruar në Senat që unë më ka dërguar familja Trump dhe do luftoj
për realizimin e interesave të familjes Trump. Pra ju do kërkoj që kontrata me Jared Kushnerin të avancoj dhe të mos anulloj. Dhe kryeministri Rama ka thënë që do avancoj. Njëkohësisht, presidenti Trump ka video në dosje Epstein dhe është i kapur nga sionistët dhe ai asnjëherë nuk do guxonte që në Shqipëri të bënte ndonjë veprim që nuk do ta donin sionistët. Dhe unë mendoj që sionistët dhe ambasada amerikane do luftojnë ta mbajnë presidentin Trump, ndërsa sorosianët dhe populli, sorosianët në bulevard dhe populli që del atje proteston, do kërkojnë ta përmbysin. Do të jetë një luftë dhe amerikanët gjithmonë kalojnë me fitimtarin. Është një raport forcash që do të sqarojë se çfarë do ndodhë mbas 10 tetorit. Tashi në bulevard, në protest janë dy pjesë. Pjesa e madhe që shfrytëzohet nga këta elita që është aty në mikrofoni, janë populli. Të lutem regjia, më vini pak atë personin që shpesh Fred Çako e përmend në intervistat e tij dhe këtu në CNA është shkruar, një njeri që do ta quaja unë, ndoshta mund të jap mendimin tim si gazetar, një njeri të paplotësuar, zhgënjyes në marrëdhëniet me biznesin, me bashkëpunëtorët, nga informacionet që unë kam, po përtej kësaj po ju sjell këtë person që sot bëhet si një nga njerëzit kryesorë të protestës, flamurtari i saj, ndërkohë që jo, ky s'është kryesori, ky është përmbaruesi. Përmbaruesi që ka kryesor atëherë te tribuna. Shpesh të kam dëgjuar që mban Gent Progni mban bodyguard. Po. Rrethon mikrofonin. Po mban 25 bodyguard. Janë 25 bodyguard. Po çfarë para paguajnë këta njerëz? Kush i paguan? Ata i paguan nga informacionet që i paguan bankieri i këtyre lëvizjeve që është Lisandër Saraçi. Kush është Lisandër Saraçi? Është një sorosian atje që punon ke Raiffeisen Bank dhe pas këtij. Po, dhe ai mbështet këto agjendat e LGBT-ve. Se është e çuditshme. Si më shpjegon Gent Progri, Malson nga Tropoja, LGBTQ-t dhe Hoxha bashk. Kush Hoxha? Hoxha dalin ca hoxhallar pash atje në protestë. Bashkë me LGBT-t, muslimanët janë të ndarë në fakt atje. Janë këta të namazgjaz, që është xhamia e madhe këtu, janë dhe ata të Mexhlisit që janë atje ke Don Bosco atje, ke xhamia. Njëra palë mbështet këta LGBT, ku aty përfshihet edhe një miku im që është e çuditshme çfarë lidh me këta, që është ky Dritan Goxhaj, që është miku im, dhe që unë kam shumë respekt dhe është njeri që po ka lojtur, këta e kanë shfrytzuar një lloj si Ymer Dishnicën dhe Mustafa Gjinishin dikur Enver Hoxha, që i mori nga e djatha dhe gjoja i dërgoi për negociata ke balli kombëtar në Mukje dhe pastaj i eliminoi, njërin e pushkatoi dhe tjetrin. Shikoti edhe një akull shumë të rëndë, që the edhe një emër që Lisandrin që financonte dhe të tjerë të Sorosit që mund t'i financojnë këto. Lisandri është ai që bëri ditëlindjen tash me Sorosin bashkë në Dhërmi. Po, a kemi pagesa financime si mund apo mjaftojnë ato që ka ekspozuar ti që individ të ndryshëm të protestës janë paguar nga Sorosi nëpërmjet projekte? Po, unë kam dhirë shumë atje individi, kam dhirë rrjetet e mia sociale që janë OJF-istë që kanë marrë shumë para ndër vitet, sidomos vitet e fundit nga projekte të ndryshme prej institucioneve direkte të Sorosit ose paguesi Sorosi. Po, paguesi parë Soros. Dhe qëllimi është pazari me Ramën që të prishet. Po, qëllimi është akmarrja dhe ndëshkimi i Ramës, pasi ta rrëzojnë Sorosi synon ta çojë edhe të Spakut dhe fitoria, domethënë rënia e Ramës do ta vinte Spakun me qenë se e ka bythën në dy karige tash dhe në globalistët e Sorosit dhe në globalistët sionist nëpërmjet ambasadës të Izraelit e cila ka filluar të bëhet shumë me ndikim këtu në Shqipëri dhe ambasadorit amerikan që do vijë që këta do jenë të dy bashkë dhe në momentin që Rama do të jetë i dobët dhe do të bjerë, këta do ta lëshojnë dhe Sorosi fuqizohet përballë Spakut dhe do t'i kërkojë pasaj arrestimin. Sorosi nuk është më me qeverin Rama. Rama nuk është më me. Jo. Rama ka kaluar me sionistët tash, vajti denti 4 ditë në Izrael, që si mund shkojë një kryeministër të ri 4 ditë në një vend. Meqense po flasim për qeverinë, ma nxjerrin që ka të foton aty ministrit që unë e përdor shpesh se kam shumë qef se Çako mund të ma ç'mendim keni për këtë?
Megjithëse është një peshk i vogël ndoshta për ty, po si shiko- mundet të jetë një super ministër njeriu që ka përmbytur Tiranën? Shiko, ky... A ka lidhje me Sorosin, me Gonxha, Te e kam njohur unë në ngjarjet e studentëve dhjetorit, ti e di që unë kam qenë shumë aktiv. Po e di. Kam qenë i pari që kam thirrur Shqipëri. Këtu do ndërri dhe diçka para se të themi Gonxha. Si gjithë Evropa. Më fut pak logon të lutem të CNA-s. Atëherë këtu do them një ndërhyrje, megjithëse në hyrje nuk e thash. Alfred Çako përveç se është një student i dhjetorit, unë e di mjaft mirë në atë kohë, ka shkuar rreth 27 vjet mos gaboj student. Po. Është brezi i disa djemve të rinj koçarë që kanë qenë njerëzit kryesorë të asaj proteste, një prej tyre është dhe një i afërm i Makli Fundo, sot rektori i universitetit. Të lutem ma jep pak Aklin të lutem në foto. Ja u kërkova. Akli ka qenë një nga studentët e parë të dhjetorit, një nga njerëzit që shumë pak është njohur, po ka dhënë disa intervista të rëndësishme. Shko se keni ndryshuar të dy. Akli është... Keni qenë të njëjtin brez dhe shumë shok bashkë. Po, Akli është një djalë me vlera të mëdha, përveç se është një matematicien i shkëlqyer, është edhe një njeri me dinjitet dhe me karakter dhe është vlerë që drejton universitetet, është një njeri që ka një ndjenjë shtetari në detyrën e vet, në punën e vet, dhe gjithmonë në shoqëri, në miqësi ka qenë... E di që jeni shumë miq. Po, jemi shumë miq. Po, ti duhet të kesh një brez në atë kohë, mbaj mend dhe njerëz të tjerë. Unë është Kaçiroti, petrollari të tjerë, Djem Koçar që ka qenë që mos ja them. Shumë aktiv. Mos se si mbaj mend të gjithë emra, po që më qenë më të rritur se ne dhe ne i shikonim atë deri. E diti që unë me Nikon kemi qenë të ftuarit e parë të Sorosit nga studentët bashkë me 5 të tjerë në vitin 90. Nuk e dinim atëherë ç'ishte Sorosi dhe dërgoi një ftesë ke të gjithë studentët që kishin dhënë ndikim në lindje, ky dhe u pagoi të gjitha në Budapest, bërin takim të madh. Në vajtëm ato hodhin e studentëve që kishin dhënë kontribut, pa ditur gjëra se çfarë ndodhte, si ishin këto projektet e mëdha. Kupton, edhe ta na paguan atë fjetjen atje në ato universitetet se ishte verë dhe nuk kishte. Pra ty këti ka edhe grepa Sorosi që më nëjetën. Pastaj më vonë me kalimin e kohës, ma kujton dikush, thot, ore, diti thot që kemi vajtur në atje, thot që na i ka pagu Sorosi, dha, po e thash. Atëre unë mbaj mend edhe një dy personazhet të tjerë publiki që janë shumë njerëz, besoj biznesmen nga më të fuqishëm në vend, që janë njëti brez me ju. Ti duhet të kesh qenë atëre student dhe me Zamir Manen dhe me Agim Zeqon. Po, ata më të vegjël se mua, një vit ose 2 vjet. Po ti ke shkuar më vonë në shkollë. Po vajta më vonë në shkollë, kur isha në vit parë, këta ishin vit 3. Po janë miqtë mi të vllajt tim, miqtë të fëmirisë, jemi rritur bashkë, kemi kaluar periudat vështira, të bukura bashkë me njëri tjetrin. Unë kam qenë çik më i madh, isha si mentor i këtyre. Isha si mentor ti ishe. Po për Gimen ç'mund të më thuash? Gimen është shoku jonë i fëmirisë, gjithmonë ka qenë i qeshur, i dashur me ne, i gjendur për çfarë do lloj gjë, ai nuk dinte të theshte jo, por tash rrugët tona janë ndarë, ata janë në biznes. E kisha unë dhe pyetën kur ta nisa me Korçën, ta nisa me brezin e studentëve të 90-s, për të treguar se këta individ që sot janë biznesmen dhe janë dikush në jetë, apo ju që jeni një personazh publik, apo ai Akli që është rektor, apo petrollari që është drejtor banke, apo të tjerë që djem të tjerë, kanë qenë ata që kanë sjellë televizin, kanë sjellë përmbysjet e sistemit sollën, një demokraci që njerëz të parë që lëvizën dhe këto që ne diskutojmë sot dhe kemi mundësinë të jemi duhet ju jemi mirënjohës atyre studentëve për kurarin që patën për të gjërave. Të lutem rikthe pak atë foton që e lash, sepse meqense e kisha te dhjetoristët, atë Blendi Gonxha do ma shpjegoj pak të ma lexoj Fred Çako, si ka mundësi që mbjetovi ky njeri që përbyti Tiranën. Dhe Rama e bëri superministër dhe sot. Ky kur erdhi atje, erdhi dhe ne e pam aty dhe hyri mes ne studentëve të qytetit Studenti. Hyri nga jashtë, ne nuk e njihnim se kush ishte dhe ishte çik kaotik, po përpiqesh të jepte aty ndonjë ide, ndonjë mendim, ndonjë kështu, po ne na u duk një çik i papjekur. Mua më duk se aguridhe kështu kur fliste, jepte ca teza, ca gjëra kështu. Megjithatë, e shikoni me simpati për faktin që erdhi nga Tiranësi do u përfshi atje me ne. Tash se çfarë mund të ketë ndodhur, mbrapa s'ken. Ka qenë ka ardhur me vullnetin e vet personal, apo e kanë dërguar apo kështu. Si dërguar nuk mund të di të them ndonjë gjë. Me kalimin e kohës ky u përfshi me Ramën, ka pasur lidhje personale me ta, ai e bëri nën kryetar bashkie dhe Rama kërkonte të ndërtonte brenda liçenit dhe në një moment si Pons Pilati lavi duart nga ky akt i rëndë që u
përmbyt liçeni dhe këtu u përfshi Blendi Gonxha. Mirë po ne është dhe një merita ime aty që kam, e them me modesti, por edhe Ridvan Bodja, që ka qenë sekretari përgjithshëm i PD-s, këmënguli ke Berisha për të bërë interpelancë me kryetarën e bashkisë për të thirrur që ngrit në ato komisionet atëre që ai linte fliste me ortopalante dhe nga i akuzuar. Në momentin që u përmbyt kjo Tirana nga liçeni, Rama ishte në kin. Dhe e ka bërë apostafata ditë që ishte në kin, e bëri këtë në qofse populli dhe opozita do të rinin neshtje, se unë kam qenë deputet në opozit, ky do të vazhdonte me ndërtimet brenda liçenit dhe sot po mos kishin bërë në atë reagimin, sot gjithë liçeni do ishte me pallate. Unë kështu e mendoj. Ky pasaj u largua, nuk e di, ka... Një në Greqi u marrë me agjenci autobuzash, ka bërë një kështu makinash... Nuk e di, nuk mund të superministra, mund të jetë sa superministra. Gojët e Liga flisin që ky ndërtonte edhe në Spanjë, nuk e di sa është e vërtet. Dhe se këtë duhet i shohë spaku, pastaj... Pastaj u rikthye dhe Rama e ka shumë besnik dhe e ka vendosur në vende ku ka lek. Drejtori i patentave, pastaj ku e di unë, 2-3 ministri, është një njeri besnik i këtyre, është agresiv kundër protestuesve dhe sigurisht duhet të jetë një target edhe i spakut në momentin që këta do të bien nga... Pse jo tani sa janë në karike? Po, edhe tashi, po në qoftë se bien, qeveritë e reja që do të vinë, duhet të investigojnë dosjet e këtij atje kur të shkojnë, dhe në qoftë se ky ka bërë zullume ashtu siç mendojmë ne, sigurisht që duhet i drejtohen spakut dhe është e pafalshme që ky del dhe flet kundër protestuesve. Është nga njerëzit më agresiv. Shumë shpejt Rama në dyshimet e mia do të largojë nga qendra. Rama do ta marrë me vete besoj këta dhe gjithë ata që janë agresiv. Në mendimin tim ky ikën para Ramës. Atë regjia futuni me reklama, ne do të vijmë në një pjesë të dytë me botën, me Trump, me Soros, me disa detaje që fillovi ti thoshte Cako dhe unë e ndërpreva dhe çfarë do të shohim nga kjo, nga zhvillimet politike dhe globale në syrin e jo të një konspiracionisti, por të njeriu që lexon shumë dhe ka një këndvështrim tjetër përtej asaj që ne shohim çdo ditë në fasadën që na serviret nga media. Rikthehemi në intervistën që filluam në pjesën e parë me Alfred Çakon, ku ne prekëm pak Edi Ramën, protestën, njerëzit e saj. Megjithëse Fredi shpesh më rrithte nga intervista dhe më dilte në ato mendimet e tij me globalizmin, me zhvillimet, unë tashmë kam atë pjesë të pyetjeve që fillon direkt me një sqarim që unë do të doja. Është presidenti Donald Trump një njeri realisht kundër sistemit apo është pjesë e tij? Sepse po të shohësh kohët e fundit apo dhe këtë mandatin e tij të dytë, ka pasur qëndrime kundër vaksinave, qëndrime për farmaceutikën, energjisë të gjelbër e të tjera. Shiko, një nga presidentët më antisistem ose kundër asaj quhet deep state ka qenë John Kennedy. Pastaj mund të përshkruanim Reaganin si një president më pro interesave popullore në Shtetet e Bashkuara dhe së fundmi Trumpin. Në lëvizja MAGA që organizoi Trumpi para zgjedhjeve të fundit, përfshiheshin disa kategori votuesish. Midis cilëve ishin dhe këta që kërkonin Novakserat, siç jam unë, Novakseri i parë që jam deklaruar në Shqipëri, pra 0 vakcina, asnjë vakcinë fëmijëve. Vaksinat dhe fjala virus janë një shpikje për të bërë vaksinat dhe vaksinat janë një shpikje për të mbajtur njerëzit të smurë dhe të dobët pa imunitet farmacive. A është sistem apo Trumpi është i kapur, ka një video të tmerrshme që unë se them këtu se çfarë është, dhe atë video e ka Mossadi dhe nëpërmjet kësaj video ata e mbajnë Trumpin të përfshirë. Trumpi si president apo deep state që e përmendet? Që e përmendni shpesh në... Trumpi në fakt përpiqet të bëjë dhe lojë me deep state-in dhe përpiqet ta futë në kurth. Sidomos atë që quhet sionizmi, se deep state kryesisht janë globalistët, ta që kanë agjendat e gjelbra, domethënë ndaljen dhe stopimin e zhvillimit të ekonomisë mbi bazën e vendimeve që merr klubi i Romës.
Trumpi ndonjëherë atyre nuk ju del ball për ball të luftoj me ta, domethënë jo me këto agjendat jeshile, këtyre u ka dalë kundër dhe për vaksinat po bën domethënë disa gjëra, ka dalë kundër këtyre politikave të LGTB-s që janë ekskluzivisht politika neoliberale të sorosianëve, janë këto soft power që të thash, që përpiqen të çojnë këtë depopullimi, se këto politikat e homoseksualizmit janë politika që çojnë këtë depopullimi. Mirë po, si që ka thënë dikush, s'do t'ja përmend emrin, pa lej, këtu ka thënë, ore, këta nuk riprodhohen dhe aposhtohen, tha, gjithë Shiko, të shkojmë në një gjë tjetër. Të lutem Ari, ktheni pak foton e Sorosit që ne përmendëm pak shkarazi që parë. Mund të më thuash pse ky fondacion dhe ky individ 96 vjeç janë në qendër të gjithçkaje që vazhdon lëviz në politikë? Mos vallesh e tepëruar. E di çfarë Sorosi? Se dhe në analizat tuaja shpesh e shikoj. Mos vallesh dhe propagandë. Është kaq sa bëhet. Dgjoj, e di çfarë Sorosi? Sorosi është Karl Marxi i kohëve moderne. Por një Karl Marx që vepron me mënyra të tjera. Ka krijuar. Po mirë, sa Marxi e njëjti Kapitali në gjenezën e tij, kur Kapitali lindi. Çfarë njohu ky në gjenezë? Shiko, Marxi, po të shikosh ke Kapitali dhe ke sidomos manifesti Partisë Komuniste që ishte esenca politike e veprave të tij të tjera, bashkë me Engelsin, thot proletarët gjitha vendeve bashkohuni dhe ngriuni kundër kapitalistëve. Po mbas kësaj nuk thot dhe bankierëve. Asnjëherë. Si bankierët në gojë? Si zangoj, sepse gjithë projektin e tij kishin dhënë rabinët dhe bankierët. Marxi ishte një çifut i konvertuar në protestant, por këta kështu konvertoheshin, por në fakt fenë e tyre të vërtet kishin gjithmonë judaizmin. Tashi po flasim për Sorosin. Po. Ju e thatë një gjë që është pjesë e një rjeti, tash nuk është vetë thjesht ai. Është rjeti i tij që ka ndërtuar dhe politikat e tij. Po. A ndryshon gjë do ndroj jetë nesër? Ndryshon ndonjë gjë në sistemin që bashkon? Është institucion, thash, nuk është një jo. Nuk është problem ky individ. Jo. Edhe po u largua ky apo i biri, rjeti. Po, do vazhdoj. Lufta do vazhdoj. Tashi, sa ta do jemi në shqiptarë dhe nacionalistët, këta o ta tregoj koha që këtyre t'ja dopsojnë fuqinë, se për t'i shkatruar është e vështirë t'i shkatrosh, se këta kanë ngritur një armatë të madhe këtu, me njerëz i kanë lidhur me interesa, me shkollim, ju kanë shplar trut. Tashi, ky ka dy qëllime në çdo vend me racë të bardhë. Shpopullim, futje të racave të tjera, raca është nga ngjyra e lëkurës. Unë nuk jam racist, absolutisht, por unë jam nacionalist, jam addetar. Zoti ka bërë ndarjen më të mirë të popujve, secilin e ka lënë në vend të vet. Dhe racat nuk duhet të përzihen. Këta duan të përzihen që ti dobësojnë, sidomos raca e bardhë që është armiku më i madh i këtyre, duan ta dobësojnë. E kanë arritur këta në këto janë planet e atij që quhet Kalergi Kamenhof, i cili ka bërë një libër në vitin 1923 në ndikimin e familjes Rothschild, po familja Rothschild është kreu ose mbreti i madh i gjujshve të cilët kanë AIPAC-un ose Kongresin Botëror të Çifutëve që e kanë ndarë pasaj në dy degë elitën e tyre. Pandarje. Kush është njeriu më i fuqishëm sot në botë, nëse ka një të tillë për ju? Shiko, deri ku vetë fuqia është një mister i madh, nuk e dim. Nuk di kërkosh. Nuk dim. Kush drejtohet atëre botën që ne jemi? Botën e financave e drejton George Soros. Më fal, familja Rothschild. Soros është një nga veglat e familjes Rothschild, sepse është ke Kongresi Botëror i Çifutëve, i cili komandohet nga familja Rothschild. Shiko, një korrigjim, ky termi çifut është pak ofendues. Mund të përdorim termin ebrej, sepse shpesh shikoj që shkruhet në këtë hebrej ose në term tjetër. Hebrej është racë. Është racë. Kurse gjuish është termi më sakt. Termi më sakt, ta përdorim se ka gjuish të verdh, ka gjuish të zi etiopian. Jo, s'ka. Jam interesuar. Kjo është preja që ka përdorur populli shqiptar për ta gjithmonë. Nuk ka, shiko, këta nga trovi Robert Schwarz, e futin nga tresa këtë
Ai tha që do të thotë mishi kalbur, mishi varur. Unë jam interesuar shumë dhe nuk ka këto kuptime, as në arabisht, as në osmanisht, as në turqisht. Është thjesht shkërbimi i fjalës gjujf i frëngjishtes, që i thon gjujf. Kupton, ne i themi gjujf. Çifut, është ndryshuar pak. Atëre, pam javët e fundit qëndrimin e doktor Antoni Fauçit, i cili ka qenë në qendër të debateve. Krye komplotisti për pandemin. Është ballafaquar me akuza nga ligjvënësit amerikanë lidhur me edhe financimin e kërkimeve në Wuhan, pra ku në Kinë ku pretendohet origjina e Covid-19 dhe vendimet e shumë diskutueshme në atë kohë, që edhe keni qenë kundër shpesh publikisht, siç ka qenë izolimi, vaksinimi, ndërkohë vaksinat ende nuk ishin kaluar testet. Si shikoni këto zhvillime të SBA-s dhe qëndrimet të Fauçit? Apo i japin edhe ju të drejtë dhe atyre antivaks? Këto janë ca farsa që bëjnë këta, ca gjyqe fars. Ai është një nga njerëzit më të rëndësishëm në elitën botërore dhe ata kur nuk do ta hedhin dot poshtë Fauçin, sepse ai ka realizuar agjendën e tyre dhe nuk mund ta bëjnë dot viktim, ju ka qëndruar shumë besnik në komplotin e madh të pandemisë. Të pandemisë nuk ka pasur pandemi, pandemia është nga Zoti që krijohet, kolera për shembull, ose kurse kjo ishte një pandemi, kjo idheshe nga ajri, helm, antraks. Po të kam dëgjuar shpesh në formë rresh. Natën i idheshin, kur vinin këto freskuse, to ishin edhe këto me antraks, dhe ka pasur një njeri të caktuar nga Rama, që është deputet. Pse vetëm në Shqipëri si o në gjithë botën? Në gjithë botën, po më them për Shqipëri. Në Shqipëri ka që një deputet me iniciale Tesha, se na edhi ndonjë gjyq, i cili shkonte dhe interesoheshen në qendrat e mëdha të biznesit, i the antraks në këto Nuk besoj që është Eduard Çak. Atë e ti, unë stazhe. Eci më tej. Kam dëgjuar një deklaratë tënde shumë të fortë, se po e mbaj te politika amerikane, që Epsteini është gjallë, nuk ka vdekur. A e besoni ende këtë deklaratë edhe nga ju dikom? Shiko Fundo, këto janë gjëra, janë dyshime. Ka pasur disa foto që njerëzit i kanë hedhur në Izrael dhe thonë që Epsteini nuk ka vdekur. Pra që mund të ishte në Izrael dhe ta mbronin në Izrael? Para disa ditësh doli një agent i CIA-s i penduar, i cili tregoi shumë gjëra të çuditshme për si punon CIA në botë dhe sidomos në Evropë, si e ka kontrolluar Evropën, këtë Stoltenbergun, këtë që është tash i kryetari, këtë holandezin tjetër që është në krye të NATO, si e ka ky ish kryeministri holandez. Të dy këta tregon mënyrat dhe sa para janë hedhur dhe mekanizmat që janë përdorur që mos jaten dhe ai ka thënë midis tjerave, ka thënë shumë gjëra që unë i besoj, midis tjerave kur e ka pyetur ky Rogan në intervistë, që është nga podcastet më ndjekura në botë, Joe Rogan, kur e ka pyetur i ka thënë, është gjallë Epsteini, tha, se thonë që është gjallë. Jo, tha, nuk është gjallë. I dihet vendi i varit, tha, i dihen ishte bërë DNA kockave etj. Një pyetje. E ka vrarë një njeri futur nga jashtë në Nëse kjo është diçka tjetër. Çfarë di konkretisht për lidhjet e Epstein me Shqipërinë? A ka pasur Epstein, avioni ti Lolita ka qenë 2 herë këtu në Shqipëri. Këto janë kuadrin e thashe thema, nuk më përsi për të them që është e vërtet. Thonë që ka qenë në një hotel në Dajt, qofse ka qenë sigurisht do jeti përfshirë dhe Rama, po këtë pyetje bëja në Ramës, po të erdhi këtu. Po do vi dhe unë mendoj që me tipin pervers që ka Rama nuk ka mundësi mos e ke takuar Epsteinin, mendoj unë, dhe nuk ka mundësi që ai mos jetë një njeri ritualist i ngjashëm me ritualet që ka bërë dhe Epsteini. Tani një pyetje për ta mbyllur të kapitull këtë pjesë të intervistës. Nëse dosja Epstein publikohet e gjitha pa censurë dhe zbërthehet, çfarë mendon për te tronditjes që mund t'i jap Globit? Kush është personi që do të merrte ngarkesën më të madhe? Shiko, çfarë tregoj dosja Epstein, ta them unë në makro. Një pezhishkë që i themi ne nga Korça ose rrjet me rimange, e ngritur nga Mossadin nëpërmjet Epsteinit, ku kapi gjithë elitën e të bardhëve. Dhe këta duan t'ju tregojnë, ja si tallemi ne me ju, dhe ja çfarë u bëjmë neve ju, dhe tregojnë se sa të liq janë elita e të bardhëve. Tani, eci me disa pyetje, flesh po jo.
Prej vitesh ju flisni për tif ke folur dhe për një riformatim të kufive në Ballkan. Kisha që të flisja një çik për situatën politike, si do ta kthej pas Ballkanit dhe pastaj në fund për të ardhmen. A mendon se do dëshoj kufit po apo jo në Ballkan? Unë mendoj që ka disa skenar, një nga skenarët është që do ndryshojnë dhe unë mendoj që do ndryshojnë. Shqipëria dhe Kosova do jenë një shtet bashkë? Po apo jo? Mendoj që do ketë një shtet akoma dhe më të madh se Shqipëri dhe Kosovë. Pra mund të bashkohet dhe pjesë e Maqedonisë e tjerë, Çamaria, jeni dhe për më tepër si informacion në vitin që ka qenë deputet i opozitës në atë kohë Fred Çaku më mend ka qenë iniciuesi i një rezolute për Çamarinë e cila është e vetmja që ka kaluar në Parlamentin Shqiptar me sa më mend në atë kohë. Sa vite u bën që ishte deputet? Para 25 vjet. Kjo ka ndodhur duke 2003, mos gaboj. Edhe është një krenari nga unë kam futur dhe projekt ligje të tjera, si projekt ligje kundër ish bashkëpunëtorëve të sigurimit. Ato po këtë ta përmenda me që se po flisnin për Shqipërinë. Një detaj tjetër, diku disa vite më parë kam dëgjuar një ne kemi qenë të ballit, kemi qenë në opozit dhe me PD-n dhe me PSN. Nuk kam votuar, kemi qenë 3 deputet, një nga 3 kam qenë unë, që nuk kam votuar deputetin Alfred Mojsiu, për disa arsye që i kam shprehur atje. Dhe kam mbajtur qëndrime shpeshe në kundërshtim flagrant me të majtën dhe me djathtë. E kam ndjekur, që parlamenti pas dushkut i famshëm. Me pozitën dhe opozitën. Shkojmë në një pyetje tjetër. Diku para disa vitesh, 4 apo 5 vitesh, keni thënë që do të ketë një përplasje të Greqisë me Turqinë dhe Turqia mund të ndajë në 3 shtete. Kur parashikon që kjo ndodhe qëndron me kësaj teze? Vlen ky parashikim aktualisht? Apo kohët ka ndryshuar? Këto janë skenare, por lufta do të jetë më e gjerë. Turqia nuk mund të mundet dot vetëm nga Greqia. Unë mendoj që në qoftë se do të ketë një përplasje midis Turqisë dhe Izraelit dhe ku mund të përfshihen dhe aleatët e Turqisë që kanë bërë pakt bashkëpunimi dhe mbrojtje reciproke me Arabinë Saudite dhe me Egjiptin dhe nga ana tjetër Turqia ka bërë dhe me Pakistanin, pra e futin dhe Pakistanin në këtë lojë automatikisht, e cila është një fuqi bërthamore e vetmja nga vendet muslimane. Mendoj që Izraeli është i paftë të bëjë një luftë normale me këto vende, me një luftë konvencionale me këto vende, pavarësisht se ka një superioritet në aviacion dhe në nëndecet. Mendoj që Izraeli i vendosur me shpatulla për muri, domethënë sipas një projekti që vetë këta e kanë bërë të gjithë bashkë, ky klubi që drejton gjithë botën, pra komiteti 300 që i them unë, antarë të cilit janë këta udhëheqësat që zgjidhen, dhe mund të përfundoj, mendoj unë, dhe me goditje bërthamore, sepse Izraeli ka 950 deri 1000 koka bërthamore. Zoti që këto s'do ndodhin dhe njerëzit mos u prapin panik, por Fredi teoritë i ka dhe... Unë mendoj që do jenë goditje me armë të vogla, taktike bërthamore. A kemi një rrezik sot që Serbia të sulmoj Kosovë? Duke i qëndruar gjithmonë Ballkanit, Shiko, kjo mund të bëhet vetëm mbi bazën e një marrëveshje. Nëse këta elitat realizojnë një marrëveshje për të bërë atë që deshta bënte Thaçi me Ramën për ndarjen, shkëmbimin e territoreve, do të bëhet. Nëse këta se lejojnë, nuk do të bëhet. Nuk do të ketë sulm. Por Serbia nuk ka kapacitete luftarake që të pushtojë Kosovën vetë pa një marrëveshje, pa një film me skenar. Nuk ka kapacitete, sepse nëse bashkohen shqiptarët të gjithë, Serbia nuk ka kapacitete të pushtojë. Mund të hyjë në një farë territori, por nuk e mban dot dhe me kalimin e kohës do ta shih. Në rast se shpërthen një konflikt botëror, siç ju e thatë, tezat e Izraelit, Turqisë, Pakistanit, aleancat e tjera, a është Shqipëria një vend relativisht i sigurt? Gjithë Ballkani në përgjithësi do të jetë një vend relativisht i sigurt. Kush do të ishte një vend i sigurt? Si? Kush është një vend i sigurt? Vendi më i sigurt. Gjithë Ballkani me përjashtim të Greqisë dhe Turqisë që do të hyjnë në luftë, Bullgaria, Rumania, Shqipëria, Serbia do të kenë disa konflikte kështu dhe destabilitet. Po do të jetë sigurt. Por në përgjithësi do të jenë të sigurta. Ndërsa këto Evropa perëndimore, Gjermania, këto vendet baltike, vendet skandinave, Rusia, unë mendoj që do të përfundojnë me një luftë, Polonia do të përfundojnë Ukraina me një luftë të tmerrshme me armë bërthamore. Tani, kur mendon se mund të jetë ky konflikt botëror me armë bërthamore? Në sa kohë? 10-50% sa probabilitet ka, 90 të ndodh?
Unë them parashikimet e tua apo në ato lufta botërore do të zgjerohet në qoftë se nuk do ketë paqe deri në vitin 2028, do të ketë një zgjerim dhe për masa të mëdha. Putini nuk ka fuqi të mbaj luftë konvencionale me Evropën. Britania po përfshihet gjithnjë më shumë në luftën e Ukrainës dhe Putini ka thënë që në qoftë se do ta rritni këtë intensifikim të bashkëpunimit, unë do t'ju godas me armë bërthamore dhe kjo mund të ndodhë dhe është në plan për depopullimin. Të kthehem tani në disa pyetje dhe teza të tjera për çështje që ti shpesh i artikulon dhe në podcastin tënd dhe në postimet që janë vërtet interesante. Ti ke deklaruar ndoshta vitin e shkuar, mos më mend që do të zhduke paraja kesh. A e korrigjori këtë parashikim se paraja kesh po vazhdon akoma? Apo është afatgjat parashikimi, nuk e që jam shumë shpejtur. A e ke parë që është shkruar banka digjitale nga Izraeli në bashkëpunim me Ramën dhe Rama aksioner atje? Ka në botë ka plot banka digjitale. Unë në Gjermani punoj me një bankë digjitale. Projekti është kështu që para kesh dhe këto bankat që janë sot që punojnë me fjatë para, pa me para të prekshme, do të eliminohen, do të dalin nga tregu. Mendoj që në vitin 2028 ne nuk do bëjmë dot blerje këtu në Shqipëri me Të jap një informacion me kesh. Të jap një informacion. Unë kam qenë një nga panajiret më të mëdha të teknologjisë që zhvillohet në Amsterdam, që bëhet për teknologjinë e medias, dhe në Amsterdam kishin filluar të kërkonin kesh, ndërkohë që para 2-3 vjetësh nuk paguaja dot me kesh në Amsterdam. Apo janë cikle që do vinë në momentin e shtyrjes. Shiko, paraja kesh është liri. Ata që filluan në fillim me dashuri pagesën me karta, tash janë penduar sepse nuk kanë më liri. Por pagesa kesh nuk do të bëhet me karta plastike, por do të bëhet gjithçka me telefon. Portofoli digital, që është telefoni, do të jetë në digital dhe gjithçka, kartela shëndetësore, patentat, gjitha do t'i kesh digitale, aty dhe ti nuk do kesh nevojë të mbash me fare portofol, po kjo është sklavërimi njeriu. Mësoj një pyetje. Ka gjëra të mira, po ka shumë. Ty më shumë, paraja digjitale, identifikimi digital apo inteligjenca artificiale? Sepse ti e përmend identifikimin. Inteligjenca artificiale ka lidhje me mungesën e lirisë të lëvizjes. Të treja janë të jashtëzakonshme, po sidomos mungesa e kesh paras është vrasje e lirisë. A e përdor ChatGPT-n ti? Po patjetër që e përdor ndonjëherë, jo shumë, po e përdor. E përdor për të luftuar sistemin, e shpros sistemit, të jep informacione apo dhe këto leximet që bën ti të konspiracionit dhe parashikimet apo parja gjërave për te perdes është pjesë e AI-s, ta jep AI informacion. Ja fare, unë kam botuar 400 libra për të punë. Shtëpia ime botuar se Elga Secrets e di. Ka disa libra. Bajmën një më këtë për agent e Mossadit, atë Fire të Catherine dhe disa tjera. Bajmën disa kështu se që mi ke rekomanduar. Jo vetëm të tua. Po, janë 300-400 libra. Shtëpia ime botuese jo për të mburur, po ju ka dhënë dritë shumë shqiptarëve që nuk e njihnin këtë fushë. Nuk mburem që të them jam unë i pari, se ka pasur edhe të tjerë që kanë lexuar, por nuk kanë qenë publik. Por unë kam patur fatin që në memorien kolektive të shqiptarëve dhe në vitet që do të vinë, do të mbajmë si njeriu që kam nxjerrë se si lëviz icebergu, se 5/7 e icebergut janë poshtë, ndërsa njerëzit e kanë ditur dhe sot vazhdojnë shumë njerëz ta dinë se lëviz nga që lotera me kapuçin, jo absolutisht, janë rrymat nëntoksore që e shtyn icebergun përpara. Tani unë do të bëj një rubrikë surprizë, le ta ndryshojmë pak tani. Unë kam nxjerr disa gjëra që kanë të bëjnë me deklarata dhe parashikime, disa ti përmenda më lart ndër vite. Pra, mjafton të më thuash vlen ende deklarata e korrigjon apo kam gabuar. Siç më bëre këto korrigjime. Jeffrey Epstein është gjallë, ne e zaruam, doli që kishte vdekur e tha agenti CIA-s pas disa vitesh. Paraja kesh do zhduket, ne e sqaruam. Turqinë më the që nëse nuk do të konflikti, nuk ka paqe deri në 2028-ën. Konflikti Ballkanit, pra ndarja e Turqisë me Greqinë. Unë them që Turqia do të ndahet. Pra do të krijohen 3 shtete. Kurdistani, Turqia e Bardhë dhe Turqia e Zezë. Turqia e Zezë do ketë kryeqytet Ankaran, Turqia e Bardhë do ketë kryeqytet Stambolli. Kjo do të ndodhë, besoj, deri në vitin 2028-2029. Pas një lufte të gjatë që do të ndodhë. Shkojmë te, lindja dhe perëndimi mund të jenë pjesë të njëjtës loje për shpopullimin?
Po, janë bashkë të gjithë, janë bashkë. Tër vendet që bën Covidin treguan që janë bashkë. Sorosin e përmendëm, a ka më Soros në këtë moment ndikim vendimtar në politikën shqiptare? Po patjetër pra, ta shpjegojnë se çfarë do krijohet tash, çfarë polet do krijohen. Kjo që pjesa e analizës politike që duhet të bëjë. Po pra, do ta shpjegojnë. Më shpjegoj. Këta synojnë këta, Sorosi, që të kap dhe pjesën e opozitës, e cila nuk ka lejuar që Sorosi të merrte gjithë tortën, ose pra në fermën shqiptare të kafshëve është një luan që është Sorosi, po është dhe një hienë e vogël që kërkon dhe ajo pjesën e saj që është PD-ja. Këta tashi, ky Rama ju futi një luan tjetër në fermë, që Sorosi nuk e pranon. Ju futi familjen Trump dhe sionistët. Këtu filloi lufta, o largo luanin dhe liro Veliajn, që është njeriu im pasardhësiot, më besnik, ashtu, ose bashkë kemi luftë, dhe ka filluar lufta. Ata që janë ke mikrofoni, se këta janë mjeshtra. Sorosi ka stërvitur disa njerëz të tij, siç është një Batnika, atje një Goc me burrin e vet, një Edison Lika, në mbrapa skenësh ideologu i tyre që duan ta bëjnë president, që është Fatos Lubonja, kryeministër duan të bëjnë Arlind Qorin, atë që është luftari më i madh kundër këtyre të pasurve, do ta bëjmë Shqipërinë komuniste, ashtu siç ka thënë Klaus Schwabi, të gjithë do jetoni të lumtur, por nuk do të keni asnjë pronë, dhe të jetë kryeministër ky Arlind Qori, dhe president të jetë ideologu kryesori Sorosit, të jetë Fatos Lubonja, ai filozofi Fatos Lubonja. Dëgjoj, se po doja ta lexoja të saktë. Të gjithë kafshët janë të barabarta, po disa kafshë janë më të barabarta se të tjera. George Orwell te ferma e kafshëve. Tani këtë fermën që ti sapo fole te fermat e kafshëve, si qëndrojnë këta në pozicione, po ti kthejmë në kafshë? Ky është projekti tash. Cili është projekti? Projekti vendosësh. Hakmarrja më e madhe është kundër djalit plank prishës që është Rama, të cilin po e shtin në dorë këta, do t'ja dhe mishin dhe koskën. Për tradhtar. Sorosianët që janë në shesh, përfshin dhe Spakun në të qëpari. Spaku është akoma në ekuilibër, do shikoj nga do anoj fuqia. Qofse Rama zbie me ndihmën e Izraelit dhe forcat speciale që ka marrë dhe nga Italia dhe nga Izraeli. Po, ka marrë për të stërvitur forcat tona. Në qofse ai nuk bie, atëherë Spaku do vazhdoj kështu me dy karige. Një foto të kryeministrit, ju lutem. Në qofse ai bie, Spaku nuk do të dëgjoj këshillat e amerikanëve dhe të ambasadores izraelite, po do t'i vërsulen Ramës dhe Berishës. Në qoftë se bie Rama, direkt Spaku do thres Berishën dhe do kërcënoj Berishën, dhe në atë kohë do vi prap Sorosi këtu dhe do takoj Berishën. Dhe do t'i thot, lëshoje partinë, lëshoje Tera. Pra Sorosi po bën gati që të marrë PD-n, që të heqë Ramën dhe të vi Berisha ose të sjellë dikë. Nëpërmjet kërcënimit. Do vi dhe do t'i thot Berishës, qofse bie Rama, do vi Sorosi këtu. Ti më the tetor Rama bie, më the afërsisht. Unë them që nga protestat, nga zhvillimet. Po sra dhe 20 tetor nuk bie me Rama. Nuk bie me Rama, po sra dhe 20 tetor. Ai do vi Sorosi këtu dhe do bisedoj me Berishën qofse bie Rama. Edhe do t'i thot, lëshoj Tera dhe mbaj të Tera. Në çfarë kuptim? Lësho PD-n dhe mbaj të tjerat. Çfarë ke? Po, bizneset punët hallet. Po, të gjitha problemet e tjera nuk do kesh më probleme me Spakun. Por në qofse Berisha do pranojë, se Sorosi në Spak, Sorosi ja ka pas. Do bëhet shumë i fuqishëm në qofse bie Rama. Spaku do kaloj komplet në Soros. Se Spaku duke qenë që ka goditur Veliajn i që është kundër Sorosit. Me logjik, me llogari të thjeshtë. Tashi Rama u rreshtua me amerikanët dhe me sionistët. Dhe këta ndikuan që të goditej Erion Velia dhe fuqia e madhe që kishte Rama në atë kohë, sepse nuk kishte protesta. Dhe ndikoi që në luftën mes tyre dyve, se Erion Velia u lidh me këtë kandidaten për presidente që ishte në Shtetet e Bashkuara dhe ishte bërë një skem që nëse fitonte ajo që kishte emrin ai që ishte me Trumpin, se s'po më kujtohet tash, Kamala Harris, nëse fitonte ajo, ambasadori do të vinte këtu, do fillonte të luftonte, të punonte kundër Ramës, pra për të erdhur mjaftistet kundër rilindasve.
Partia Socialiste nuk ekziston me sipas te. Partia Socialiste gjithmonë ka qenë internacionaliste, ka qenë dorë të tuajve, gjithmonë. Po socialistët nuk e din. Socialistët rendin pas pushtetit, ju lëndojnë kocka atje dhe thelat e mëdhaja i marrin ndërkombëtarët, gjithmonë në Shqipëri. Dhe këta tash do përpiqen që PD-n t'ia japin një njeriu tyre, si Gazmend Bardhi për shembull. Do t'i thonë Berishës, si që dhe lunë holandezit, partin... Ti mendon që Gazi mund të marrë PD-n? Mendon që Gazi mund të marrë? A e di që në PD Gazi se shikojnë do të me sy se qasit e dera. Mos jetë Saliu që e ka vënë atje marrin në Shqipë. Ramën e deshin më 2005-ën socialistët. E deshin se që kryetar bashkiet deshin të rinë në pushtet. Po e majti Kramasruqi me Beblushin ndryshe. Dhe këta duan të bëjnë politikën trepolare. Duan Shqipëria e re që do bëhet në shesh nga këta sorosianët që kanë mikrofonin. Do jetë këte në pëse, do jetë kjo mjaftisja tjetër që të tarë Spiro Pali, dhe këte Kyshuraqi, Gazi, këte me Gazi. Me këta të tre do bëhet Shqipëria, me Gazin, me Arlin Qone, me Nisa Sirabani. E di si që eshin serbët kur theshin që do bëhet Brnabić kryeministri, si e shikon të pamundur që të bëhet Gjeni Karaj kryeministri shumë shpejt? Ja, Gjeni Karaj s'ka shans të bëhet as... Shumë mendon ti? Mendoj unë. Po kjo skem Gjeni Karajnë do ta kesh kryeministre brenda 3 vjetë. Ata kanë punë të tyre me organizatat e tyre, po... Ja, kujk. Po nuk mendoj që tashi. Shqiptarët e fanatik nuk e votojnë atë për kryeministre. Po prit se dua të jap një mesazh se do ta ruaj ty ekskluzivitet. Po, faleminderit. Unë jam analist, botues, studius dhe gazetar. Dhe do të ngelemi tillë. Dhe nuk do përfshihem me asnjë parti politike. Por nuk mund të le që të vëmë fëmijët tanë me agendat e këtyre dhe psikologu të dërgoj një shkres në drejtorinë arsimore, a diku gjetke që nipi im ndjehet femër dhe ta tredhin. Dhe unë do luftoj që njerëz si kjo të mos vinë kur në pushtet. Dhe njerëz si ata që janë në shesh, Arlind Qori e këta çfarë janë atje. PD-ja është një parti ku ndodhen shumë advetar. Ka indeks konservatorizëm. Ashtu si dhe të KPS-ja, që ka votues shumë njerëz patriot që duan Shqipërinë. Tashi, çështja shtrohet kështu. Janë në luftë patriotët që t'ia marrin fermën e kafshëve dhe ta dëbojnë Luanin, Sorosin, dhe ta komandojnë shqiptarët. Dhe nga ana tjetër është që edhe hiena e vetme që ka ngelur në fermë, që është Berisha, Luani ta dëboj dhe gjithë fermat e kafshëve të ngelet e Orwellit, të ngelet në dorë të Sorosit. Tashi, unë pse luftoj me këta të tribunës? Këta janë mjeshtra për të rëmbyer protestat dhe pakënaqësitë. Këta kërkojnë vetëm ndrimin e kuajve të karrocës. Nuk kërkojnë prishjen e karrocës dhe ndryshimin e destinacionit ku shkon karroca e politikës. Këta do vinë në pushtet dhe do bëhen më të këqij se sa Rama për t'ia udhënë dhe për të zbatuar gjitha agendat globaliste. Prandaj unë luftoj dhe ju them shqiptarëve se shumica e protestuesve, shumica absolute, 90% e protestuesve duan të ndrojnë edhe kuajt, edhe karrocën dhe destinacionin. Dhe unë, këta janë shqiptarët patriot. Po këta nuk e kuptojnë se çfarë luhet atje në tribunë. Këta e rëmbejnë protestën, marrin një mikrofon, kështu e bëjnë kudo, jo vetëm këtu. I ka marrë Sorosi i stërvit në për këto institucione, si mund të rëmbehet një protestë, një pakënaqësi popullore. Këta marrin 20 bodyguard që i paguajnë, marrin një mikrofon dhe një qendërzari dhe me llafka të bukura hapin këto GoFund që përveç se do t'i rjepin më vonë, duan t'i rjepin që në fillim që ditën e parë, duke u marrë fonde patriotëve dhe duke i kaluar tek Luani, pra për interesat e Luanit. Tashi, unë e kam ekskluzivitet, se do ta vazhdoj dhe në rrjetet sociale, unë nuk do përfshihem asnjëherë në asnjë parti politike derisa të vdes. Unë këtë e bëj si shqiptar, nuk e bëj, edhe u bëj thirrje të gjithë atyre që janë në shesh, ka dhe shumë patriota që më keq kuptojnë dhe thonë Alfred, ti e ke ngrënë sufllaqe ne Edi Ramës e kështu, ata që më njohin e dini që unë se kush jam unë që nuk blihem dhe nuk shitem kur. Li si plak nuk shtrëmbrohet në pleqëri. Atyre që e bëjnë se s'kuptojnë, faljo Zotë se asdin. Ata që mësulmojnë me kështu me profile falso, ju them fuck you. Nuk pyes për ta, për mua interesi parsor është shqiptaria. Dhe unë bëj thirrje të gjithë atyre që i thon bukës bukë dhe ujë të ujë, intelektualëve,
do t'i ftoj dhe në ditën e shtunë, sa i bie data ditën e shtunë? Po ditë e shtunë duhet i bie data 27, sa i bie 28? 29 është ditë. 29. Ditën e shtunë, në orën 10 që t'jetë qik freskët, kush i thot bukës bukë dhe ujë t'ujë, është kundër sistemit ke qeverisjes të këtyre 35 vjetëve, të vi dhe të mblidhen atje për të krijuar një platformë për përmbysjen e qeverisë Rama. Shiko si ka kata ndisur. Rama nuk bie me Rama të lutem largoj këto me çan këto me ato pelikanët. Edhe nga homoseksualit me zëtoll. Nuk kam gjë me ta, as ure, as gjata kam punën e tyre, të bëj çfarë duan me jetën e tyre, por unë nuk lejoj kur që fëmijët shqiptarë të bien në agenda të skllavërimit të tyre. Dhe të shtunën në orën 10 ne duhet të ndjekim tjetër ku do t'i mbledhësh? Në amfiteatri i Institutit të Lartë të Arteve. Të amfiteatri i Institutit të Lartë të Arteve te Presidenca në krah, te Sheshin Tereza. Në orën 10 ju bëj thirrje të gjithë atyre që dalin. Redaksia ju lutem, një lajm, Alfred Çako fillon lëvizjen apo le ta quajmë thirrjen e shqiptarëve për të protestuar për rrezimin e Ramës. Kjo është lëvizja protestës të LGBTQ-ive, por një protestë patriotike. Kjo është lëvizja Shqipëria e shqiptarëve. Pra jo Shqipëria e Soros. Soros i bëri një rilindjen e parë, e shkatroi Shqipërinë, e depopulloi dhe ka bërë gjitho gjëra që sot njerëzit janë aq të pakënaqur, që mos i zëmë radhë të gjitha për shkak të kohës. Dhe ne duhet të gjithë të grumbullohemi me mosbindje civile, me rrugë që do përdorim. Pra do krijohet lëvizja që quhet Shqipëria e shqiptarëve aty dhe do ngrihet një platformë thelbësore se si do veprohet për të rrëzuar gjatë muajit shtator dhe tetor. Me këta sorosianët që zihen brenda llojit me Ramën, ne do të bashkëpunojmë sepse interesi tonë është të argëzojmë Ramën, por ne duhet përfitojmë dhe mbas rrëzimit të Ramës dhe krijimit në qoftë se ka shkruar Zoti dhe unë mendoj që do të ndodh, krijimit të një qeverie teknike, duke mos e lejuar vendin të kalojë në kaos, drejt krijimit të një asamblee kushtetuese të përkohshme e cila të rregullojë kushtetutën, ne duhet të krijojmë ne patriotët, ku jam edhe unë një nga votuesit, jo organizatorët, jo drejtuesit, asnjëherë nuk do të jem, nuk e bëj për ndonjë agjendë personale që ta kuptojnë këta patriotët e tjerë që nuk e kuptojnë pse po e bëjnë këtë lëvizje, nga ignoranca që se sa rin do të më kuptojnë, të mblidhemi dhe këta vetë të marrin në dorë frenat e atë dhe unë dojem thjesht një mbështetës i tyre mediatik. Pak shpejt, Fred, nuk e... Po kjo është esenca e bisedës. Unë nuk e prisja që të zgjaste gati po shkon një orë e 10 minuta, por nuk do t'i le pa bërë dhe këto pyetje sepse nuk do ta up shansi që të kem në studio, se pastaj të fillon sezoni i ri në Top Channel. Le të ketë dy qendra protesta. Patriotët dhe ata që luftojnë brenda llojit. Ata që luftojnë brenda llojit le të rinë atje me bodyguard, me paratë e Sorosit, me LGTB-të, me çfarë duan, ne patriotët që do krijojmë një lëvizje patriotike, se në qoftë se bie Rama do bie dhe Berisha. Dhe në qoftë se bie Berisha, PD-n do ta marr një Sorosian. Dhe ky është parashikimi im. Dhe unë ju bëj thirrje të gjithë patriotëve ke PD-ja, të gjithë patriotëve ke PS-ja, të gjithë patriotëve që janë të paangazhuar dhe nuk votojnë, të mblidhen të gjithë për të shpëtuar Shqipërinë. Nuk jam as kështu sa mund të thonë ti nuk je antisionist, jo, absolutisht. Unë jam që dhe 100.000 çifut mund të vinë këtu në rast lufte. Ne do t'i presim siç i kemi pritur dhe në luftën e dytë botërore. Mund të vinë dhe turq, mund të vinë dhe palestinezë. Ne do t'i mbajmë të gjithë se ne jemi një popull që gjithmonë i kemi mirëpritur muaxhirët në histori. Dhe sa të mbaroj lufta, sikush ti jo të lejojmë shitblerjen e tokave, jo t'ju japim pasaporta atyre dhe duhet të ndiqet urgjentisht, më fal edhe një minutë Elvi, duhet ndiqet urgjentisht politika për të mbajtur rinin këtu, që janë ngritja e pagës minimale që të jetë afër $900.000. Kjo do të bëhet shumë e studiuar dhe e mundshme, nuk është fare e pamundshme me një buxhet 10 miliard euro që ka Shqipëria.
shkëputja e ekonomisë shqiptare nga baronët e drogës, me të cilët ka bashkëpunuar deri tash Rama. E treta, të ndjekim politika për çiftet e sapo martuara, t'i ndihmojmë me ligje në bashkëpunim me bankat që ato t'ju japin këtyre me një normë të ulët minimale interesi kredi dhe ku pushteti lokal t'i ndihmojë me atë 35% e parë që falas që do t'ju jap banka. Nuk është asnjë gjë nëse në Korçë martohen 40 çifte ose 100 çifte të reja për bashkinë t'ju jap 35% me një çmim jashtë unazës në banesa, jo në qendër. Po bën premtime si lider politik tani, a? Po më bën premtime. Jo, unë u bëj propozime këtyre. Dhe të mbajmë rinin këtu. Njëkohësisht shëndësi të madhe ka subvencionimi i bujqësisë dhe të luftojmë me çdo kusht për të subvencionuar bujqësinë. Një nga mënyrat që Sorosi dhe Rilindja kanë ndjekur për largimin e rinisë dhe shpopullimin është largimi i fshatarëve, të cilët nuk ishin në gjendje të prodhonin mallra dhe produkte konkurruese në tregun e hapur globalist sorosian. Ne do gjejmë mekanizma dhe mundësi duke ulur çmimin e naftës, duke u dhënë mekanizma bujqësore me kredi të ulta ose me kredi falas të ndihmuar nga shteti që ata ta punojnë tokën, të jenë konkurrues, të nxjerrin fitime dhe të krijojnë begati për familjet e tyre. Dhe e treta, i them edhe këtij Bajram presidentit Bajram Begajt, mos ju jap pasaporta tuajve, sepse në qoftë se do vim patriotët në pushtet, një ditë do ta paguaj rend. Askush nuk mund të marrë dot pasaportë shqiptare pa pasur një prind shqiptar. Ky duhet të jetë kriteri vetëm. Edhe në qoftë se ati i kanë dhënë ligje që shkojnë kundër këtij interesi të shqiptarëve, ai s'duhet ta zbatojë dhe duhet të presë këto ditë që i kanë mbetur si Gjytyrym, që është si president Gjytyrym, të largohet, të largohet duke mos ja bërë këtë të keqe të madhe shqiptarëve, duke u dhënë pasaporta. Ne do t'i kërkojmë informacion në Shqipëri e shqiptarëve. Ecim pak me ritëm tani dhe e mbyllim. A ka ndonjë teori konspirative, që mbase është dhe konspirative, që ti e ke dëgjuar dhe ke thënë, jo, kjo është çmenduri? Një teori konspirative që ka thënë për një çështje, që ti e ke dëgjuar dhe ke thënë, jo, kjo është çmendurisht e pa besuar konspiracion. Shiko, Elvin, në përgjithësi konspiracionistët thonë gjëra 6 muaj para të tjerëve, që ti kuptojnë tjerët. Në momentin kur tjerët nuk e dinë dhe nuk e besojnë, i quajnë teori, thash e them, konspiracione. Termi konspiracion ka dalë nga krye konspiracionistët e botës, nga CIA. CIA sa herë që dikush zbulonte agjendat e tyre të fsheta para se këto t'i kuptonin popujt, kërkonin t'i vinin në lojë dhe t'i tallnin, duke thënë ky është konspiracionist. Po ka dhe teorit tjera që janë të pasakta, por nga dyshimet i afrohesh më mirë të vërtetës, nuk ka asnjëherë asnjë gjë. Cili është parashikimi që ke bërë ti që nuk ka dalë sakt, që mendon si parashikim që ke dashur të dalë ose e ke menduar dhe të ka dalë sakt? Ke ndonjë nga këto teoritë tua që ke përdorur dhe të ka rezultuar gabim? Shiko, unë guxoj. Tash unë nuk dua të them që ti të ta thuash unë kam gabuar, po ka gjëra që ndryshojnë, siç rasti Epstein. Ne mund të gabojmë në fatet, po jo në përfundimet. Përfundimet, kur i themi dhe jemi të sigurt, ato do të ndodhin. Për shembull, një nga krerët e komplotizmit botëror në fushën e shëndetësisë është Bill Gates, i cili para një muaji ka deklaruar që në vitin që vjen, 2027, bota do të shpopullohet me 1 miliard banor. Tashi, ai nuk flet kot, pra mund të ketë një pandemi tjetër? Jo. Do ketë luftë? Nëpërmjet luftrave dhe rrjetit 5G dhe 6G që do stimulojnë vdekjet më dha. Pak vdekje ka ndodhur këtë vit në Shqipëri, nga 40 vjet, 45 vjet nga zemra, nga atake. Është rritur shumë numri i të vdekurve me kancer, është nga Instati është rritur numri i vdekjeve në krahasim me vitet e tjera, megjithëse shqiptarët janë paksuar në numri total i vdekjeve është rritur. Si shpjegon ti këto mbas vaksinimit kanë ndodhur? Mbas vitit 2020. Tani un kam një pyetje tjetër, do ta mbyll dhe tash jemi drejt fundit. Po sikur asgjë në këtë botë të mos jetë fare me një plan. Si kur ta mendojmë pa konspiracione një herë. E mendon dot? Kjo është bota e Zotit.
Të jetë thjesht një kaos, kështu e ka për Perëndia. Shiko, se unë jam dhe besimtar, kështu e ka për Zoti dhe kjo është ndërtuar. Shiko, pra se kontrollon kush lojën. Zoti e ka bërë botën iracionale për mendjet e njerëzve. E ke menduar ndonjëherë që mund të jetë kështu shpëtitja e popullit? Se kjo mund të lidhet edhe pa punë. Shiko, nuk e kam menduar kurrë, nuk e besoj. Zoti e ka bërë botën të jetë iracionale për mendjen e njerëzve. Pra, skemat e tij njerëzit mos i kuptojnë. Dhe historia të jetë iracionale. Por ke matrica e Zotit, në të gjitha drejtimet, kam futur duart një grup i vogël të cilët kërkojnë ta bëjnë historinë racionale nëpërmjet asaj filozofisë hegeliane që quhet tezë, antitezë, sintezë. Çfarë është tezë, antitezë, sintezë? Është kthyer në problem, reagim, zgjidhje. Hapi një problem, krijojnë një palë të kundërt që reagon kundër tyre, i futin në konflikt dhe zgjidhjen e japin këta ashtu siç duke u futur të dyja palëve. Një pyetje. Cila është ngjarja më e madhe, duke e mbyllur, që do të ndodhë deri më 31 dhjetor të 2026 në Shqipëri, brenda këtij viti, deri në fund dhjetor, cila mund të jetë ngjarja më e madhe që do të ndodhë në Shqipëri? Një parashikim, që do ta mbajmë shënim. Skenar është kjo. Është ka lidhje me ato që thash unë. Do krijohet heqja e Edi Ramës, rrëzimi i qeverisë apo shiko, e sigurt është që do krijohet kjo Shqipëria e re, ku ideolog kryesor dhe kandidat për president do jetë Fatos Lobonja dhe kandidat për kryeministër Nëse nuk ndodh kjo, brenda 31 dhjetorit, tu do të jemi, do të nxjerrim të videon, do ta thres prap mikun tim Alfred Çako. Ky është një parashikim si gjithmonë, ai nuk është shenjtor as profet që ta di, por më bani shikoni. Në qoftë se bie Rama, siç ta thash, para këtij viti bie edhe Berisha. Dhe Partinë Demokratike e merr një Sorosian tjetër. Këto janë parashikimet e mia. Atëherë miq, ky ishte Alfred Çako, besoj e keni ndjekur në rrjetet e tij sociale, në kanalin e YouTube. E shikoni çdo të diel tek rrethi katror në Top Channel, që shpresohet fillon tash në shtator, dhe mos harroni, ne jemi një media, një emision që bëjmë disa intervista dhe japim informacionin ton, secili nga ne ka intuitën e tij, ka zgjuarsinë e tij, ka ulëmtimet e veta, lexon, shfleton dhe nxjerr dhe përfundimet. Fredi është i veçantë pas një diskutimi. Dhe ditën e shtunë, dhe ditën e shtunë në orën 10 tër patriotët dhe intelektualët dhe qytetarët e ndeshëm që nuk duan që Luani t'i shqyë, Luani Sorosit i globalistëve, t'i shqyë në fermë dhe ata t'i quhen kafsh, të gjithë që i thonë bukës bukë dhe ujtë ujtë, të gjithë ata heronj që kanë dalë atje në bulevard, po jo ata që janë në tribun, me ata ne do bashkëpunojmë, por rrugët tona do të ndahen. Pra dhe të shtunë Alfred Çako fton patriotët të jemi në protestë tek Akademia e Arteve, tek sheshi Nën Tereza, atje tek amfiteatri. Faleminderit Fred Çako që ishe si gjithmonë. Intervista e kalon orën, i palodhshëm energji. Do fillojnë këta sorosianët e të gjitha krave, të PS-së, të këta të Ramës jo. Pse? Çfarë do të thonë, të ka bler Rama ty apo na ka bler Sorosin neve? Na paguan Rama dyve. Këtyre këta të Ramës janë në terror, janë shumë të terrorizuar, nuk i zgjidhin. Çfarë do thonë? Këta do thonë që Fredi Vajti i ka dhënë sufllaqe Elvi Fundoja, ore me të vërtet na jep ndonjë gjë burse. Se dali që dali llafe. Po kafe ti pagove ti, Allah. Faleminderit.